Përshëndetje të nderuar shikues, unë jam Florie Konjuhi. Lajmet e mbrëmjes ju mund të ndihni edhe në kanalin e Koha Vizionit në YouTube. Mos harroni, klikoni mbi butonin subscribe. Telkos, ko pako për gjithë kënd, çdo shije e çdo gjep. Telkos, dashnin lidhje të parë. BE-ja kritikon sjelljen e Serbisë në Këshill të Evropës, thotë se e shkelje marrëveshjen e Ohrit kur e pengoi Kosovën ta marrë statusin e mysafirit special. NATO-ja konfirmon vizitën e sekretarit të përgjithshëm Rute, post komandantit të KFOR-it, ai në Kosovë do të takojë edhe presidenten dhe kryeministrin. Kryeministri Kurti pret certifikimin e rezultateve për nisjen e konsultimeve rreth formimit të qeverisë. Lideri AK se përjashton bashkëpunimin me vetëvendosje. 3 aktivistë të LVV-s dënohen me nga 6 muaj burgim për nxitje të përçarjes e kanosje ndaj një gjyqtari e prokurori. Zëdhënësi Arlind Mandjuka lirohet nga fajësia. Presidenti i Ukrainës u kërkon aleatëve të ushtrojnë trysnim mbi Putinin për ndaljen e luftës. Ngrihet ideja që neni 5 i NATO-s për mbrojtje të shtrihet edhe në Ukrainë. Mirëmbrëma të nderuar shikues. Bashkimi Evropian e ka kualifikuar shkelje të qartë të marrëveshjes së Ohrit, sjelljen e Serbisë në Këshillin e Evropës, kur zyrtarët të saj thanë se kanë ndikuar që të hiqet nga rendi i ditës ftesa që Kosova të bëhet mysafire speciale në një komitet politik të asamblesë së këtij këshilli. ENB-i thanë se Serbia duhet të zbatojë të gjitha pikat e marrëveshjes së Ohrit, që e përfshin edhe mospengimin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Bashkimi Evropian ka vlerësuar se Serbia me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke shkelur në mënyrë të qartë marrëveshjen e arritur mes Serbisë dhe Kosovës për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Këtë e ka thënë një zëdhënës i Bashkimit Evropian duke u përgjigjur në pyetjet rreth prononcimeve nga Serbia se ata kanë arritur që ta heqin nga rendi i ditës ftesën për Kosovën si mysafire speciale në një komitet politik të Asamblesë së Këshillit të Evropës. Presidentja e Parlamentit të Serbisë, Ana Brnabić, e kishte quajtur këtë si sukses të madh dhe fitore të madhe të Serbisë dhe si dëshmi se si luftohet për interesat e atë vend. Mirëpo në BE thonë se Serbia ka obligime të qarta për të zbatuar të gjitha pikat e marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe aneksit në Ohër. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është qartë shkelje e marrëveshjes së Ohrit, ka thënë zëdhënësi i BE-s, duke rikujtuar se pika 4 e kësaj marrëveshje flet për mospengimin e antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Nuk është hera e parë që Serbia thotë se po pengon antarësimin e Kosovës në disa organizata ndërkombëtare dhe se ajo vazhdon të bëjë lobim për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Kjo, sipas shumë diplomatëve evropian, shkon kundër frymës së normalizimit të raporteve. Kosova ka pasur rast të vitin e shkuar që të bëhet antare e plotë e Këshillit të Evropës, mirëpo Kosova nuk i kishte përfillur disa kërkesa të disa vendeve antare, sikur ajo që të dërgoi për shqyrtim në gjykatën kushtetuese draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Edhe pse Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës me shumicë të madhe të votave kishte rekomanduar antarësimin e Kosovës, vendet antare e kishin hequr nga rendi i ditës nga takimi i Këshillit të Ministrave, kur ishte dashur të votohej për këtë çështje. Për KTV-n nga Brukseli, Augustin Palohaj. Aleanca Veriatlantike ka konfirmuar se sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, të martën do ta vizitojë Kosovën e kur krahas komandantit të KFOR-it e zyrtarëve të tjerë ndërkombëtar do të takojë edhe presidenten Vjosa Osmani e kryeministrin Albin Kurti. Vizita e Rutës do të ndodhë në kohë kur janë ngritur shqetësimet në rajon pas përmendjes së mundësisë që Shtetet e Bashkuara t'i largojnë trupat ushtarake nga Evropa.
Një delegacion i lartë i NATO-s i udhëhequr nga sekretari i përgjithshëm Mark Rutte do të qëndrojë të martën e javës së ardhshme në Kosovë në kuadër të vizitave të parapara në rajon. Kjo është vizita e parë e Ruttes në Kosovë, që kur ai mori postin në tetorin e vitit të kaluar dhe gjatë saj ai do të shoqërohet nga zëvendës sekretarja Radmila Shekerinska dhe ambasador të vendeve kontribuese në KFOR. Vizita është konfirmuar të premte në faqen zyrtare të NATO-s, ku përmendet edhe takimi me presidentin Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Vizita është konfirmuar të premte në faqen zyrtare të NATO-s, ku përmendet edhe takimi me presidentin Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Veç liderëve të institucioneve të Kosovës, Rutte i shoqëruar nga ambasadorët e vendeve anëtare të kësaj aleance, do takohet edhe me komandantin e KFOR-it Enrico Barduani, ambasadorin e BE-s Ivo Orav, shefin e ULEX-it Giovanni Barbano e shefën e UNMIK-ut Karolin Zajde. Vizitën në Kosovë Rutte pati paralajmëruar gjatë një debati që e pati në Bratislavë të Slovakisë më 20 shkurt. Me këtë rast ai përmendi Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë si kyç për stabilitetin në rajon. Duhet të jemi të sigurt se e mbajmë në fokus këtë rajon, sepse stabiliteti në Kosovë, stabiliteti në Bosnjë dhe në Serbi është në interesin e të gjithë neve. Së fundi kemi pasur zgjedhje në Kosovë, të cilat nuk janë finalizuar ende. Ajo që ne kuptojmë është se kemi rezultati lestare, por ende po vazhdon numërimi i votave dhe do t'i kemi edhe rezultatet finale. Dhe bazuar në rezultatet deri më tash, duket se do të ketë një qeveri të koalicionit. Natyrisht, ne sigurojmë që do të punojmë me çdo që do të udhëheqë vendin. Rutte viziton rajonin në kohën kur po përmendet mundësia e largimit të ushtrisë amerikane nga Evropa. Kjo është cilësuar goditje e rëndë për stabilitetin politik dhe ushtarak të kontinentit. Në kuadër të misionit të NATO-s në Kosovë, SHBA kontribuon me 602 ushtarë, derisa në Sojev të Ferizajt ndodhet kampi Bondstill, një prej bazave më të mëdha amerikane në rajon. Në departamentin amerikan të mbrojtjes thanë këtë javë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim qëndrimi në SHBA për sa i përket pozicionimit të forcave. Nga certifikimi i zgjedhjeve janë të varura partitë politike para se të ndërmarrin veprime në drejtim të sigurimit të mbështetjes për votimin e qeverisë. Kryeministri Albin Kurti të premtën ka qenë i shkurtër në përgjigje në lidhje me nisjen e konsultimeve eventuale. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj beson se partitë opozitare janë ato që kanë shumicën, derisa shton se janë duke komunikuar mes vete. Kryeministri i Kosovës dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti do të pres certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit para se të nisë përpjekjet për formimin e qeverisë. Të premtën Kurti ka qenë i shkurtër në përgjigje në lidhje me nisjen e konsultimeve. Certifikimin e rezultateve e pret edhe opozita. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se është në komunikim me partitë e tjera opozitare dhe se sipas tij u takon atyre dhe partisë së tij që të formojnë qeverinë. Ka komunikim ndërsjellë, nuk ka një avancim konkret për shkak se janë afatet kushtetuese, po besoj ka gatishmëri qytet. Po besoj kjo është ajo që na takon, ne si opozitar, bashkohemi ta krijojmë qeverinë nga opozita. Mos diskutimet për formim të qeverisë para certifikimit të rezultateve, analisti Artan Muhaxhiri konsideron humbje kohe nga partitë politike. Nuk besoj që kjo është arsyeja kryesore që kryeministri Kurti nuk po i bën këto biseda, këto bisedime, sepse mendoj që është në një pozicion shumë të vështirë, pasi duhet që të bëj kompromise të mëdha nëse dëshiron të mbetet në pushtet. Lëvizja vetëvendosje si parti fituese ka siguruar 48 ulse në kuvend, por të cilat janë të pamjaftueshme për të krijuar e vetme qeverinë. Nëse ajo nuk dakordohet për koalicion me njërin nga partitë e mëdha, asaj duhet mbështetja 10 deputetëve nga komunitetet jo serbe dhe të paktën e 3 deputetëve të tjerë shqiptar.
Në seancën gjyqësore për sulmin e dhjetorit të 2022-s në zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovic të Veriut, dëshmitari Idrizi tha ta ketë parë të akuzuarin Milun Milenković mes turmës rreth 15 personave në kohën kur ndodhi ngjarja. Të akuzuarin tjetër, Aleksandar Vlajić, ai tha se ka parë tek e monitoron situatën, ndërsa Dejan Pantiqi derisa ka qëndruar afër zyrave të KKZ-s. Zyrtari policori Idrizi Drizi ka dëshmuar të premten para gjykatës themelore në Prishtinë rastin për sulmin terrorist në zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovic të Veriut dhjetorin e vitit 2022. Para trupit gjykues, ai theksoi se në natën e 6 dhjetorit e pati parë të akuzuarin Aleksandar Vlajić, teksa bënte fotografi të zyrat e KKZ-s. Ish kolegun tonë Aleksandar Vlajić, bivšeg našeg kolegu Aleksandra Vlajića, ka ardhur për gjatë rrugës Kolashinska, došao je uz ulicu Kolashinska, nga drejtimi i urës kryesore dhe drejtë të zonës së Treva Koçeve, që ne e quajmë atë zonë komplet. Është ndaluar për një periudhë pak shkurt para zyrave të Komisionit Zgjedhor. Zaustavio se za jedno kratko vreme ispred kancelarije OIK-a. Pastaj ka bërë disa fotografi në derën dhe xhamat e kësaj zyre. Pas arritjes së veturave të policisë dhe ato të komisionarve, Idrizi tha se një grup prej 15 personash, në të cilën qej edhe i akuzuari tjetër Milun Milenković, hodhi mjete shpërthyese brenda zyrave të KKZ-s. Dy shpothime të mba brenda në zyrën e komisionarëve, mirë po vetëm duhet potencohet. A treba samo da navedemo? Në këtë grupën e 15 personat që kanë qenë para zyrës komisionarëve zgjedhor, rreth 15 që kanë qenë. U ovoj masi ljudi u ovoj grupi gdje su bili negdje oko 15 lica ispred kancelarije OIK-a. Kemi virejt kjarce me taj për Milun Milenković. Tu smo jasno primetili da među njima je i Milun Milenković. Ndërsa kam vërejt që Aleksandar Vlajić është në anën e majt dikur rreth 50 metra më larg vetëm qëndrojke dhe mund të rekesë. Në vendin e ngjarjes, Idrizi tha se e ka parë edhe të akuzuarin Dejan Pantiq. Milenković ka qenë tërkohën prezent në krye të masës, në pjesën ballore, ka pas lëvizje të shumta nëpër udhkryes, nëpër trotuar, nëpër rrugë. Pantiqin e kam pa vetëm një herë. Pantića sam vidio samo jednom. Duke kaluar rrugën nga ona e djathtë të majt. Kako je prešao put od iz desne na levoj strani. Në dorë ka pas një kese, vreshur kjo se Milun Milenković është duke udhëheq masën. Mi smo to jasno primetili da Milun Milenković je predvodio tu masu ljudi. Sepse në çdo lëvizje që Milenković bëte, jer svaki pokret koji je vršio Milun Milenković, për cilën nga një turn e madhe prapa tij, njega je pratila jedna velika masa iza njega, gde su 25 apo 30 persona. Pas pyetjeve të prokurorit për dëshmitarin, seanca u shtyp për datë tjetër, anise prokurori special Bekim Kodraliu shprehi kundërshtim. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale me 6 dhjetor të 2022-s, u realizua sulmi terrorist ndaj KKZ-s në Mitrovicën e Veriut. E një autoambulancë u përdor për bartje të granatave të dorës, të cilat i mori akuzuari Milun Milenković, i njohur si Lune. Posti Vlajić, Pantiq e Vakić përballen me akuzat se kanë hedhur granata dore dhe shok bomba me qëllim të detyrimit të organeve publike të Kosovës për t'u tërhequr nga organizimi i zgjedhjeve të 23 prillit në Veri. E në një seancë tjetër, gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm zëdhënësin e lëvizjes vetëvendosje Arlind Mandjuka, teksa 3 akuzuarit e tjerë, Gzona Zemi, Qerim Elshani e Edi Zenelaj, i ka dënuar me nga 6 muaj burgim për nxitje të urrejtjes dhe kanosje të gjyqtarit Mentor Bajraktari e ish prokurorit special Afrim Shefkiu. Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar nga fajësia zëdhënësin e lëvizjes vetëvendosje Arlind Mandjuka në rastin për nxitje të urrejtjes dhe kanosje të gjyqtarit Mentor Bajraktari e prokurorit special Afrim Shefkiu, e 3 akuzuarit e tjerë në këtë rast shefi i kabinetit të Ministrisë së Shëndetësisë Gzona Zemi dhe Qerim Elshani e Edi Zenelaj janë shpallur fajtor dhe është shqiptuar dënimi me nga 6 muaj burgim. Në seancën e së premtës, kryetari i trupit gjykues Arben Hoti i numëroi argumentet për vendimin. I pandehuri Arlind Mandjuka me shënime personale si në akt akuzë, konformimi 363 paragrafi 1 në paragrafin 1.3 të kodit penal të Republikës Kosovës lirohet nga akuza. Gjykata nuk gjeti elementet të veprës penale për cilën akuzohet. Të pandehet tek Gzona Zemi dënim burgimi në kozgjatje 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotësishmërisë së këtij aktgjykimi.
Të pandehurin Qerim Elshani i shqipton dënim burgimin e kozgjatje prej 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. Të pandehurin Edi Zenelaj i shqipton dënim burgimi në kozgjatje prej 6 muaj, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. E të akuzuarit Zenelaj i u bëri kualifikimi veprës penale nga kanosje në nxitje të përçarjes dhe mosdurimit. Pandehuri Edi Zenelaj shpallet fajtor për veprën penale nxitja e përçarjes dhe mosdurimit nga neni 141 paragrafi 1 të Kodit Penal Republikës Kosovës, pra edhe në këtë rast gjykata lidhur me këtë pandehur ka bërë kualifikimin e veprës penale nga ajo për cilën është akuzuar nga prokuroria. Lidhur me vendimin e gjykatës, reagoi pas seancës Egzon Azemi që akuzohet për nxitje të përçarjes. Unë Edi Zenelaj dhe Qerim Elshani u dënua me 6 muaj burg apo 1 vit e gjysmë gjithsej, sepse Afrim Shefkiu u ndjej i kërcënuar pasi liroi terroristin serb Dejan Pantić, Edi për një grafit ku shkruaj shtylle turpit, Qerimi për një koment, ndërsa unë për postimin e një thënie të Avniut. Prokuroria speciale është e dorëzuar para kriminalëve, prandaj akuzon e dënon aktivist, por një ditë do të ketë drejtësi të vërtetë, poshtë kriminalët e tradhtarët. Në këtë rast, prokuroria ka akuzuar Manxhukën e Azemit se ka nxitur urrëtie e mosdurim ndaj gjyqtarit Mentor Bajraktari e prokurorit Afrim Shefkiu me postimin e dhjetorit të 2022-s. Azemi pati shpërndar citatin "Tradhtarët plumbin e kanë hak". E Manxhuka ka shkruar se ky akt lirim është akt tradhtie, ku ndaj Pantiçit u ndryshua masa e sigurisë nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Elshanin prokuroria akuzoi se i kanosi prokurorin e gjyqtarin, duke shkruar se atyre duhet të hidhet bombë në gojë, ndërsa Zenelajn pasi bëri grafite me emrat e tyre, duke i kualifikuar si shtyll turpi. Themelorja në Prishtinë ja ka ndëruar masën e paraburgimit Naser Hafizit, ushtruesit të detyrës drejtorit autoritetit rajonal të Pellgjeve Lumore me atë të arrestit shtëpiak. Hafizi ndodhej në paraburgim nga tetori vitit të kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare, shpëlarje parash e mos raportim apo raportim të rrem të pasurisë. Për aferën e ambalazhuesve të ujit, koha pati raportuar edhe në maj të 2023-s. Nga paraburgimi, Naser Hafizi, ushtruesi detyrës së drejtorit të autoritetit rajonal të Pellgjeve Lumore në Ministrinë e Mjedisit dhe Infrastrukturës, është dërguar në arrest shtëpiak. Ndryshimi i masës nga gjykata themelore në Prishtinë u bë me kërkesë të prokurorisë speciale. Kjo masë do të mbetet në fuqi deri më 6 prill. Hafizi ndodhej në paraburgim nga tetori vitit të kaluar me dyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare, shpëlarje parash e mos raportim apo raportim të rrem të pasurisë. Avokati Ahmet Tahiri përmes një postimi në Facebook ka shkruar të njëjtën mbrëma se Hafizi është liruar nga paraburgimi. Sot drejtësia vendosi që ta lirojë Naser Hafizin nga masa e paraburgimit sipas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë. Si avokati i tij jam i bindur që edhe epilogu përfundimtar i këtij procesi gjyqësor do të jetë pafajësia e tij. Sipas kërkesës së prokurorisë themelore në Prishtinë, ekziston dyshim i bazuar se në cilësinë e personit zyrtar dhe në cilësinë e zëvendësuesit të drejtorit të autoritetit rajonal të Pellgjeve Lumore, Hafizi me dashje ka tejkaluar kompetencat e tij duke vepruar në kundërshtim të plot me rregullat dhe procedurat e përcaktuara me ligjin për ujërat e Kosovës, si dhe me udhëzimin administrativ për strukturën e pagesës të taksës ujore. Sipas prokurorisë, Hafizi ka anashkaluar në tërësi raportin e grupit ministror i cili ishte formuar me qëllim të përllogaritjes së borxheve të operatorëve ekonomik. Në dosjen e prokurorisë thuhet se raporti tregon se vlera e borxheve të krijuara nga operatorët ekonomik është afro 19.300.000 euro, ndërsa i pandehuri pa bazë ligjore dhe pa verifikuar gjendjen faktike, ka iniciuar nxjerrjen e vendimeve të kundërligjshme për zvogëlimin e borxheve me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete ose personin tjetër, duke i shkaktuar dëm buxhetit të Kosovës. Në maj të 2023-s, KOA ka raportuar se si qeveria ka amnistuar shkeljet që Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i ka bërë që nga viti 2021, duke mos inkasuar taksën për shfrytëzim të ujit nga kompanitë e ambalazhimit. Aty është përmendur raporti një grupi punues brenda ministrisë që kishte konstatuar se borxhi i kompanive është afro 20 milion euro. E në një përgjigje me shkrim për KOA, nga ky dikaster ishte thënë se vlera e borxhit është vetëm 844.000 euro.
E në prekaz ka nisur manifestimi natës zjarreve që e shënon edhe përfundimin e aktiviteteve në kuadër të epopesë UQK-s. Për të na informuar rreth organizimit në linjë të drejt për drejt nga prekazi, kemi gazetaren Rinesa Qorri. Përshëndetje Rinesa, cila është atmosfera që po e shënon këtë ngjarje? Përshëndetje Flora për ty dhe gjithë shikuesit e Koavizionit. Pra jemi këtu në kompleksin memorial Adem Jashari, ku tashmë ka nisur edhe aktiviteti qendror i manifestimit reditor të epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Manifestimi fillimisht ka nisur me praninë e Bacis Rifat Jashari, i cili bashkë me familjen Jashari kanë bërë homazhe këtu tek Varrezat, dhe pastaj nxënësit e gjimnazit Shaban Jashari kanë vendosur lule tek secili varr. Ndërsa tani është radha e qindra qytetarëve të cilët janë pjesë këtu e këtij manifestimi për të bërë homazhe tek Varrezat. Ky aktivitet ka filluar para disa sekondash dhe janë ndezur tashmë të gjithë flakadanët dhe zjarri kryesor, e që shënohet edhe si nata e zjarreve. Ky manifestim i epopesë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk përfundon këtu, pasi në orën 19:30 do të nisë edhe koncerti në sheshin qendror të Skenderajt. Kaq kemi nga kjo lidhje direkte dhe linjën u kaloj linjën në studio. Faleminderit Rinesa për krejt këto informacione. E ne vazhdojmë me të tjera zhvillime. Për shkak të problemeve teknike, prej të martës është jashtë funksionit platforma elektronike e prokurimit. Në Komisionin Regulativ të Prokurimit Publik premtojnë kthimin në funksion të sistemit gjatë fundjavës. Monitoruesit e këtij procesi thonë se rënja nga sistemi e webfaqes paralizon tërë aktivitetet tenderuese. Sistemi elektronik në përmjet të cilit zhvillohet procesi i prokurimit në Kosovë është jashtë funksionit prej 4 ditësh. Në webfaqen e platformës e prokurimi në të cilën bën shpallje tenderëve, dorëzimi i ofertave, vlerësimi dhe njoftimi i përfituesve, prej së martës shfaqet vetëm njoftimi se sistemi i prokurimit elektronik është jashtë shërbimit. Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik që e menaxhon këtë platformë një ditë më parë njoftoi se arsyet e problemeve janë të natyrës teknike. Në një përgjigje për kohën në këtë institucion thanë se sistemi pritet të kthehet në funksion gjatë vikendit. Me qenë se problemi ka të bëjë me natyrë teknike dhe me qenë se është sistem kompleks, atëherë rregullimi kërkon kujdes dhe kohë të caktuar. Për raste të tilla apo për çfarë do vonese dhe vështirësie që është shkaktuar OE dhe AK, KRPP paraprakisht ka parapar skenar të tillë dhe në kuadër të legjislacionit dytësor ka përfshirë rregulla dhe udhëzime për OE dhe AK se si duhet vepruar, në mënyrë që të sigurohet vazhdimsi e të gjitha proceseve të ndërlidhura me aktivitetet të prokurimit. Pra në raste të tilla do të ketë vetëm një zhvendosje në kohë të proceseve të ndërlidhura me aktivitetet e prokurimit dhe jo për ndonjë dëmtim të OE dhe AK. Ardit Dragusha, hulumtues në organizatën Demokraci Plus që bën monitorimin e prokurimit publik, thekson se rënja e sistemit elektronik sjell implikime në tërë aktivitetet e prokurimit. Prej vitit 2019 gjithë prokurimi të gjithë nderët ngarkohen në këtë platformë elektronike, pra se cili hapi prokurimit publik është paralizuar. Aktualisht të gjithë sistemi i këtij procesit prokurimit publik, pra domethënë është blloku, jemi tu fol për lidhjen e kontratave të reja, hapjen e njoftimeve për kontratë, pra hapjen e kontratave të reja, ngarkimin e ofertave si dhe dorëzimin e ankesave të cilat kanë qenë për aktivitetet e prokurimit të cilat vetë kanë qenë të vazhdu, pra gjithë sistemi është i bllokuar. Dragusha nënvizon se në këtë situatë institucionet nuk mund të lidhin as kontrate emergjente, andaj thotë se ka qenë domosdoshëm një njoftim paraprak nga KRPP. Sipas KRPP-s, domethënë Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, i cili ka në administrim dhe menaxhon këtë platformë, këto intervenime kanë qenë teknike dhe kanë qenë si pasojë performancës së dobët të disa prej elementeve në brenda platformës, pra kanë qenë punë planifikuar, megjithatë nuk ka pasur një njoftim paraprak. Pra kjo është çështja pak a shumë që nuk kanë pas një uri as autoritetet kontraktuese dhe as operatorët ekonomik si dhe opinioni publik. Një muaj më parë, ngjajshëm si në KRPP, jashtë funksioni doli disa herë dhe webfaqja e Komisionit Qendror Zgjedhor, autoritetet përgjegjëse të së cilës ende nuk i kanë zbardhur shkaqet. E në ditën e mësuesit është vlerësuar dhe diskutuar për punën e mësimdhënësve. Për të nderuar kontributin dhe punën e tyre, Ministria e Arsimit ndau çmimin Shaban Jashari, të cilin si vjetë e mori mësuesi Shaib Krasniqi. E Ministri Arbëriena Gafci bëri zotim për angazhim dhe në zhvillimin profesional të mësimdhënësve.
Me aktivitete për nderim të punës së mësimdhënësve është shënuar të premten dita e mësuesit. Për 7 marsin, Ministria e Arsimit ja ndau çmimin Shaban Jashari për kontributin dhe punën në arsem mësuesit Shaib Krasniqi nga shkolla Naim Frashëri në Breznicë të Obiliqit. E tek e vlerësoi peshën e mësimdhënësve në shoqëri, Ministri e Arsimit Arbriena Gavci bëri zotim për përkrahje të vazhdueshme për punëtorët e arsimit. Si arsimtare me përvojë të gjatë në të gjitha nivelet e punës në arsim, e di mirë dhe e kuptoj thellë peshën dhe ndjeshmërinë që e ka puna juaj e çdoditshme. Andaj dhe me këtë vedije në Ministrinë e Arsimit kemi dhënë një tekst të veçantë tek zhvillimi profesional i mësimdhënësve. Por njohësi i arsimit Dugaxhin Pupovci ka shprehur qëndrim se ka mungesë të mbështetjes institucionale për mësimdhënësit dhe këtë ndërlidhi edhe me cilësinë në arsim. Problemi kryesor i sistemit tonë të arsimit është cilësia jo e mirë dhe këtu me siguri që një kontribut e ka edhe cilësia e mësimdhënjes, pra aty tani nuk mendoj që t'i fajsoj mësimdhënësit si individ për këtë punë, po sigurisht që për shkak të mungesës së një mbështetje institucionale të krijimit të një mjedisi më të përshtatshëm për punën e tyre, nuk është që mund të jemi të kënaqur në përgjithësi me cilësinë e arsimit, që është njëri edhe ndër shkaqet e problemit të cilësisë në sistemin e arsimit në përgjithësi. Si pjesë e shënimit të 7 marsit, të premten janë ndarë mirënjohje për mësuesit e dalluar në komunën e Prishtinës, si dhe është mbajtur një diskutim për rolin e shtëpive shkolla gjatë viteve 90. Orës 20:40 mund të ndiqni intervistën me shefin e zyrës së Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në Kosovë, Sergi Maslichenko, dhënë për deskun e KTV-s. Në kohën e shtimit të përpjekjeve evropiane për të mobilizuar mbështetje për Ukrainën, ky shtet është përballur me sulm të ri masiv nga Rusia. Si pasojë e sulmit, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u bëri thirrje aleatëve ta shtojnë trysnin ndaj presidentit rus Vladimir Putin për ndaljen e luftës. E në BE është ngritur edhe ideja që shtrirja e nenit 5 të NATO-s ta përfshi edhe Ukrainën si garanci për siguri të qëndrueshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje aleatëve që ta shtojnë trysnin mbi Rusinë për ta ndalur luftën në Ukrainë nëpërmjet një armpushimi ajror detar. Këtë thirrje ai e ka drejtuar pasi ushtria ruse ka ndërmarrë të premtën sulm masiv me drone raketa ndaj infrastrukturës energjetike dhe asaj të gazit në shumë rajone ukrainase. Tek argumentoi thirrjen në një postim në rrjetet sociale, Zelensky theksoi se në sulmin e Rusisë u përdorën gati 70 raketa lundruese dhe balistike, si dhe rreth 200 dronë. Hapat e parë për ta vendosur paqen e mirëfillt duhet të jenë që ta detyrosh burimin e vetëm të kësaj lufte, që është Rusia, t'i ndalë pikërisht këto sulme kundër jetës. Kjo mund të kontrollohet në mënyrë reale. Heshtje në qiell, ndalimi i përdorimit të raketave, dronëve me rrezë të gjatë dhe bombave ajrore, dhe gjithashtu heshtje në det, një garanci e vërtetë për lundrim normal. Presidenti i Ukrainës nuk tregoi nëse ka të vdekur në sulmin që ndodhi në kohën kur janë rritur përpjekje diplomatike për bisedime të paqes. Një prej këtyre përpjekjeve u bë të enjtë në Bruksel, ku u mbajt një takim i posaçëm për Ukrainën dhe për mbrojtjen e Bashkimit Evropian. E një ditë pas këtij takimi, kryeministra italiane Giorgia Meloni theksoi se mbështeti idenë për shtrirjen e nenit 5 të NATO-s edhe në Ukrainë për të garantuar siguri të qëndrueshme e efektive në këtë shtet. Mendoj se sigurisht do të ishte shumë më efektive një gjë e ndryshme nga antarësimi në NATO, por do të thotë shtrirje së njëjtës mbrojtje për Ukrainën, sikurse edhe për vendet anëtare të NATO-s. Parimi i mbrojtjes kolektive në nenin 5 të NATO-s përcakton angazhimin reciprok të vendeve aleate për të trajtuar çdo sulm ndaj një antari të vetëm si sulm ndaj secilit. Por me gjithë përkrahjen për këtë, Meloni u shpreh hezituese për sa i përket idesë së dërgimit të trupave evropiane në Ukrainë.
E kam thënë dhe po e përsëris. Kam përjashtuar mundësinë e dërgimit të trupave italiane në këtë hipotezë dhe mendoj se duhet të mendojmë për zgjedhje më të qëndrueshme se sa ato që do të përfshinin dërgimin e trupave. Në samitin e së njëjtës, lider të BE-s nënshkruan deklaratën mbështetjes për Ukrainën, me të cilën e bën zotimin edhe për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen pas ndryshimit të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara në udhëheqjen e presidentit Donald Trump. Në vazhdim ndjekim lajmet e tjera nga bota dhe rajoni. Departamenti Amerikan i Shtetit është duke bërë përgatitje për të mbyllur disa konsulata, kryesisht në perëndim të Evropës dhe ta tkur fuqinë punëtore në botë, kanë bërë të ditur për të përditshëm britanike dhe Guardian, zyrtar të shumtë amerikan. Sipas këtyre zyrtarëve, mbyllja e konsulatave pritet të bëhet gjatë muajve të ardhshëm. Departamenti i Shtetit pritet po ashtu që të bëjë bashkimin e disa byrove të ekspertëve në Washington, që janë të angazhuar në sektor të drejtave të njerëzit, të refugjatëve, së drejtës penale globale, të çështjeve të drejtave të grave dhe në përpjekjet për luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore. Sipas zyrtarëve që folën për Guardianin, konsulatat në Leipzig, Hamburg e Düsseldorf të Gjermanisë, ajo e Bordos e Strasburgut në Francë, si dhe e Firencës në Itali, janë pjesë e listës së konsulatave më të vogla që Departamenti Amerikan i Shtetit planifikon të mbyll. Zyrtarët kanë thënë se lista mund të ndryshojë pasi që një pjesë e stafit është duke shqyrtuar nëse ka arsye të forta që ato të qëndrojnë të hapura. Studentë dhe nxënës të shkollave të mesme në Serbi, të mbështetur edhe nga sindikatat dhe shoqata të ndryshme, kanë nisur të premten grevë të re të përgjithshme në të gjithë vendin. Kjo është greva e dytë e përgjithshme që po zhvillohet në Serbi, që kur kanë nisur protestat kundër qeverisë shkaku i vdekjes së 15 personave në Novi Sad, nga rrëzimi një strehe në stacionin e Porsa rinovuar hekurudhor. Krahas grevës janë organizuar edhe tubime protestuese në Novi Sad. Tek ka mbajtur heshtje për viktimat e 1 nëntorit të vitit të shkuar, protestuesit kanë përsëritur kërkesën për llogaridhënie lidhur me ngjarjen. Protesta janë paralajmëruar gjatë ditës edhe në qytete të tjera të Serbisë. Lidhur me këto protesta, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka akuzuar shërbimet e huaja se qëndrojnë prapa studentëve që i iniciuan ato. Dhe në fund ju rikujtojmë titujt kryesor. BE-ja kritikon sjelljen e Serbisë në Këshill të Evropës, thotë se shkeli marrëveshjen e Ohrit kur e pengoi Kosovën ta marrë statusin e mysafirit special. NATO-ja konfirmon vizitën e sekretarit të përgjithshëm Rute. Postkomandanti të KFOR-it, ai në Kosovë do të takojë edhe presidenten dhe kryeministrin. Kryeministri Kurti pret certifikimin e rezultateve për nisjen e konsultimeve rreth formimit të qeverisë. Lideri i AOK-s e përjashton bashkëpunimin me vetvendosjen. 3 aktivistë të LVV-s dënohen me nga 6 muaj burgim për nxitje të përçarjes e kanosje ndaj një gjyqtari e prokurori. Zëdhënësi Arlind Mandjuka lirohet nga fajësia. Presidenti i Ukrainës u kërkon aleatëve të ushtrojnë trysnim mbi Putinin për ndaljen e luftës. Ngrihet ideja që neni 5 i NATO-s për mbrojtje të shtrihet edhe në Ukrainë. Të nderuar shikues, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim. Për më shumë video si kjo, regjistroni në kanalin e Koha Vizionit në YouTube. Telkos, ko pako për gjithkënd, çdo shije e çdo gjë. Telkos, dashnin lidhje të parë.